Për arsye se kandidat kemi ndërrojnë që kandidatët e njohin shumë pak kompetencat e reja të cilat i kanë bërë. Unë e kam provu me PM dhe vetëm njëri prej atyre kandidatëve e ka njohur problematiken e kompetencave të reja. Dhe duhet na ta keni parasysh që një njeri që vëllësh një debat e ka një ngërç brenda vetes. Ai ngërç është që sa më pak ta frigoj një panel, domethënë me pyetje të rënda, domethënë të cilat janë jashta logjikës të cilët ata e bartin. Pse është kjo? Desha vetëm me ju thënë shembull që ta përfundoj. Për arsye se mund ndodh shumë lehtë që kandidatët tjerë mos të vinë në debat për shembull. Kjo është ngërç jam. Për shembull, e kam ngërçin që unë shumë gjëra të cilat kisha pas qef mi pyet, nuk i bëj. Për arsye se konsideroj veten që e njoh problematikën më mirë se ata që vinë aty. Dhe kjo është problemi pse unë vetëm 2 herë kam marrë problemin e decentralizimit në debat. Dhe unë besoj që njerëzit të cilët janë kandidojnë për kryetar komuna nuk e kanë lexuar as ato që quhet Konstituta e Kosovës ose plani i Ahtisarit dhe nuk e kanë lexuar as problematikën e decentralizimit që i vesh me kompetenca të jashtëzakonshme. Domethënë kompetencat e komunave të kryetarit të komunës janë të jashtëzakonshme. Kjo është arsye. Unë më kisha me thonë që do e kanë lexuar po si konvenon çka kompetenca që i marrin në çfarë ligj, por shoqë që konvenon sepse e din që me çato kompetenca tu me ndresh ujin, vetë ata s'kan marrë si tem kompanitë publike që kuashtohen gjithmonë, ata janë aksionar të kompanive publike, kanë mujt edhe me ligj të kaluar, edhe me çet ligj, edhe më shumë me zi. Kështu që thjesht e kanë lexuar po si konvenon me pas si domethënë tipike, kemi lyp shumë kompetenca, kemi lyp pavarësi, momentin që kemi marrë tash, thojmë, valla e Oleksi, dhe të përgjigjet për krem të organizuar. Thojmë, valla kompanitë renale dhe të mërzitën për ujë, na nuk jemi, bohën këshe nuk ekziston ligjëri. Kështu që edhe disa nuk dim, po disa bohën që nuk dim, e në anën tjetër më thonë që kom një përshtypje shumë të kundër për decentralizimin në qysh komplet, që do qysh menova miru martova. Shumë mirë është të dalë krahasim me qysh komplet që ka me dalë. Do me thonë për shembull komplet Krashanis, komplet që zvin sët. E që vin edhe që duhet minojë sët me bo debat me zveti në televizion kryesisht shqiptar, që duhet mu shky ata me zveti tu e lyp fjallën edhe tu e signu kundër kandidatit, tu i kallzu audiencës zvet, do me thonë që janë serios për zgjedhje. Paramenoni, që ka bo decentralizimi? Madje edhe një televizion si RTS-i, RTS-2-shi ka bo debat për zgjedhjet e Graçanisë. Përveç që kemi bo na, që është natyrale që kena pas në bo që jemi tu që s'pona vinë, na kanë ardhë, një, edhe atu edhe mamush. E dyta është që ka shku televizioni Sërbis, që kjo është pak e jashtëzakonshme. Televizioni Sërbis, i cili kryesisht ata e kanë mos marrjen pjesë në zgjedhje, e kanë strategji nacionale, mos me inkuraju krejt sët me marrë pjesë, ata kanë bo debat me kandidatët për kryetarët komunës Graçanisës për zgjedhjet lokale të Kosovës. Adem, po kallëzën që në anën tjetër nuk janë qu shumë shikues shqiptarë me thonë pse po bën debat 80% në sërbë dhe po folë sërbisht, qysh në para 4 vjetëve ka qenë komente që i kemi marrë të kë thirrje që i kemi marrë të kë kanë qenë. Qështu nuk janë mo. Do me thonë që derisa ana negative është që po nuk po i din krejt kompetencat, po nuk po dojmë i marrë krejt kompetencat, pozitivja është që gjatë komuna për cilat është bo edhe është minu që po këqyrim tash Joniku e Lesani Shpëdel, po qëto komunat vogla janë shumë të angazhume për komunën e vetë, shumë janë të interesu për komunën e vetë, janë të prit debat mëti, kërkush së marrë me ta, derisa mu po më duke normal që janë shumë, si po janë 35. Prap se prap, po kallëzohet që njerëz janë të angazhume dhe janë të interesu. Fare shkutimisht, ne kemi pas një përvojë paksa të çuditshme me disa nga komunat e reja që janë po formohen apo bëhen zgjedhje për të parë një rrugu dhe Klokoti, ku janë zakonisht 2 ose 3 kandidatë dhe kemi përfunduar duke ardhur vetëm një. Problemi s'ka qenë shumë te
kandidatët që vinë nga pakica, po kryesisht nga shumica, pra nga subjektet politike shqiptare, duket se i kanë lënë edhe përgatitjet edhe kandidatët për këto komuna në fund, dhe edhe kandidatët vetëm ndjejnë vetëm një pasiguri. Një çështje tjetër që mund shtohet këtu është se kemi edhe kandidat për komuna si Leposavic, Zubimbatok, edhe shqiptarë të cilët madje kanë ardhur në studio, po kanë thënë shikoj, ne jemi të përgatitur fare, ja kanë hutur fajin partisë, na kanë thënë duhet kandidojmë një nezdim, edhe nëse fitojmë se si do të cilëm ose s'ka do të bëjmë, ka dhe situata të tilla absurde. Tash do të dalëm të pak në pyetje tjetër, në çështje që ndoshta nuk u pret edhe shumë, cila ka të bëjë me koalicionin e qeverisë qendrore ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Asnjë nga moderatorët nga prezantuesit nuk e përmendën në tekstin ndoshta aq sa është duke u debatuar në Kosovë. Ju Adriatik me ditë që i keni ftuar për gjithë liderët e partive politike. Pyetja ime është, a ka pasur ndikim media që ta sjellë këtë debat i cili është duke u diskutuar koalicioni i qeverisë i tanishëm në Kosovë dhe pyetja se do të vazhdoj pas këtyre zgjedhjeve. A ka pasur media ndikim në këtë, që ta ngrisë nivelin e debatit në këtë nivel qendror? Faleminderit, po konfiguruar ka qenë strategjia se t'i thras 5 liderët e 5 partive kryesore, i thënë kryesore duke i ditur nga subjektet politike shqiptare si janë të përfaqësuara në Parlamentin e Kosovës, pasi që gjithmonë mund të kemi probleme me këtë. Dhe përveç kryeministrit dhe kryetarit të PDK-s, i cili prej se është kryeministër, nuk ka ardhur asnjëherë në emisionin që drejtori Rubikon, para se të ishte kryeministër ka qenë 3 herë, dhe ka pasur ftesën e fundit për sonte dhe në momentin e fundit dje, pra sërish ka thënë më vonë. Nuk ka thënë kur nuk vi, po gjithëherë thotë më vonë. Kështu që me kandidatët e tjerë, po është ngritur çështja sa të vazhdoj, janë debatuar të gjitha, edhe akuzat e kundër akuzat, koalicionet, pra ka qenë në gjartaci Ramush Haradinaj, Sulejman Kryeziu, si në kryetari parë, dhe Bezet Pacolli. Sa i përket që jam përgjigje se çka mendoj se do të ndodhë me koalicionin. Vlerësoj se mund ndikoj, domethënë, akuzat dhe kundër akuzat ndërmjet PDK-s dhe LDK-s që të prishet koalicioni. Unë do të vlerësoja se koalicioni mund të lëfundet vetëm nëse fuqizohet LDK-ja, pra merr disa komuna më tepër, nëse edhe disa të tjera i shkëpusin PDK-s në ndonjë komunë, disa subjekte të tjera, dhe LDK-ja ndjen veten fuqishme për të hyrë në zgjedhje të përgjithshme dhe pra vën mocion votbesimin në parlament, mund të bie severia dhe të thirrën zgjedhjet e parakoshme për të dëshmuar, pra për të marrë votat ose disponimin për përfituar, nëse do të ndodhë, pra është hipotetike, rritje e LDK-s. Sa i përket akuza nuk vlerësoj, pasi që e dim se PDK dhe LDK e mbajnë një peng të madh bashkë, duke i ditur se 2 liderët e tyre kanë ndarë dhe kanë një marrëveshje, pra Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi, dhe të dy kanë probleme të brendshme. Nëse do të shkojë pra forcimi i LDK-s, mund të presim që të ketë të zhvillime të reja. Unë në parim jam kundër, do të thënë gjatë kësaj fushatës zgjedhore, në parim jam kundër intervistave një me një. Qoftë edhe kryetari i partisë, apo qoftë kryeministri, qoftë kryetari. Me qenë se është fushatë zgjedhore, ajo që unë ju kam ofruar liderëve është debati jashta konceptit komunal. Do të thënë për arsye se betejë tanishme është betejë për komunën edhe për votën proporcionale. Vota proporcionale, besoj që ju e dini që është ajo, mos, do të thënë, vota e përgjithshme. Unë eliminoj tash votën e përgjithshme, po koncentrohem te vota proporcionale ose vota e përgjithshme. Vota e përgjithshme është ajo që përcakton themelet e këtij koalicioni. Do ketë apo nuk do ketë. Ju e keni vrejt një mobilizim të jashtëzakonshëm të gjuhës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka vetëm një çështje paraleles. Nëse nuk arrin sukses në këto zgjedhje, do marginalizohet si parti.